opozita ka shpallur vullnetin e saj të fortë politik, se është e gatshme të votoj pro për 1001 arsye. Grupi Socialist ka marrë vendim unanim të votoj pro kufizimit të imunitetit. Nuk e votuan projektin në tërësi në pritje të përfundimit të procesit, që do të prodhojë një tekst të integruar për ndryshimet kushtetuese, për të miratuar më pas në kuvend. Është e papranueshme që të vojtojmë 2 herë për ndryshimin e kushtetutës, një herë në gusht dhe një herë në shtator. Është e papranueshme dhe në kundërshtim me frymën e kushtetutës me rregullat dhe praktikat parlamentare. Zoti Xhafa, ju kërkoni që ky votim të bëhet në shtator, blokoni sot, dhe në mënyrë absolute vetëm me një qëllim. Ju blokoni për të bllokuar statusin për 3 herë. Ju blokoni për të bllokuar statusin për 3 herë dhe përcaktoni si kusht atë pushtet që shqiptarët s'ja u japin. Përcaktoni si kusht që ne të pranojmë që ju të blokoni shtetin ose të kapni krerët e institucioneve kushtetuese. Se qëllimi ytë është të pengosh, ti aty të çosh tojtra dogane. Prandaj përdor imunitetin ti. Jo, prandaj përdor imunitetin ti. Ta din këta miqtë e tu për rreth, që s'kan punë me doganat. Ai xhandari juaj, ai vrapon të trarët e doganës. Dhe rrifet me doganjerë. Ja, ai që flet aty. Ti jap me dokumente u ty. Për ty e kam. Për ty e kam. Për ty. Ke punë shumë me doganat ti. Dhe me ilaçet ke punë ti. Ke punë shumë ti jam tonë. Prandaj të duhet imuniteti ty. Se do shkosh çosh trartë e doganave për ilaçet edhe për gjëra tjera. Thuaja u këtyre tjerëve fakirëve që s'kan punë me trartë e doganave. Thuaja se ke kompani